juaj, presidenti Trump, është rrezik për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane siç e shprehur Zotrote, apo është partner strategjik i Shqipërisë? Këtë prishtin sot shqiptarët, që ti të sqaroje, të kërkoje ndjesë për këtë që ke bërë për llogari të palëve të treta, dhe të pranojë që po ke gabuar, sepse presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithmonë faktor paqe globale, janë faktori kyç që sot Kosova, një pjesë e kombit shqiptar, është shtet i lirë dhe i pavarur, se erdhe këtu dhe fole për Kosovën. E kuptoj që xhelozon këtë foton. E kemi qartë, sepse vure tamtamet e tuan këtë sallë të na thoshin që je i vetmi drejtues shteti që je ftuar nga Ballkani. E ka marrë dje, tha ministrja e jashtme. Jemi të lumtur, tha, që e ka marrë dje Kosova ftesën. Zoja ministre e ka marrë prerë me Shqipërinë në datën 20 janar. Dhe mos e vazhdoni më këtë teatr, po thojni të vërtetën shqiptarve, thojni që po, edhe Kosova e ka marrë dhe ne jemi shumë krenar që e ka marrë kombi shqiptar. E ripërsëris, jemi faktor paqe, prandaj ftohemi në një bord që ka si qëllim paqen globale. Dhe absolutisht nuk ka në këtë sallë, besoj unë, askënd kundër që Shqipëria të luaj rolin e saj, jo vetëm duke qenë pjesë e bordit paqes, por dhe për ndihmuar në atë rolin e vogël që ka në paqen në mbar botën. S'kemi qenë kur kundër. Por parafolsi që ishte këtu, duhet shpjegoj hallet e tij të mëdha. Duhet shpjegoj pse e lill antarësimin e Shqipërisë në këtë bord paqe me emrin e vet. Ç'a halli ka ky njeri?